Tetovës i duhen drujnë, jo prerje. Kështu thonë nga Më mirë për Tetovën, duke shprehur shqetësime dhe kundërshtuar ashpër praktikën, siç thon ata, primitive dhe të papërgjegjshme të prerjes së vazhdueshme të drujnëve në Tetovë, në kohën kur po përballemi me pasoja gjithnjë më të rënda të ngrohjes globale, temperatura ekstreme dhe ndotje të rënd të ajrit. Më mirë për Tetovën, duke publikuar fotografi nga aksionet e komunës së Tetovës për prerjen e drujnëve, rikujton se hija e drujnëve mund t'i mbajë sipërfaqet 11 deri në 25 gradë më të freskëta, krahasuar me ato të ekspozuara drejt për drejt në diell. Kërkojmë nga Komuna e Tetovës që për çdo dru të prerë të bëjë publike bazën dhe vendimin me të cilën është lejuar prerja si dhe vlerësimin profesional mbi nevojën e ndërhyrjes. Ligji për gjelbrimin urban përcakton procedurë për prerjen dhe krahasitjen e drunjve. Këto ndërhyrje nuk mund të bëhen në mënyrë arbitrare. Kërkojmë gjithashtu transparencë për masat të kompenzuese dhe zëvendësimin e drujve të prerë. Një dru i madh nuk zëvendësohet thjesht me një fidan. Duhen vite e dekada për të rikthyer hyjen dhe vlerën ekologjike që humbasim sot. Tetova ka nevojë për gjelbrim, por edhe për përgjegjësi dhe fakte, kundër përgjigjen nga Komuna e Tetovës, duke sqaruar se çdo ndërhyrje në gjelbrim urban bëhet për arsye konkrete dhe me qëllim të mbrojtjes së qytetarëve dhe mirëmbajtjes së hapësirave publike. Në PK Tetova nuk është kundër gjelbrimit, përkundrazi në periudhën e fundit janë mbjellë qindra fidan të rinj, janë zëvendësuar drunj të dëmtuar dhe është punuar në mirëmbajtjen dhe zgjerimin e hapësirave të gjelbra në qytet. Ne besojmë se debati për gjelbrimin e Tetovës duhet të bazohet në fakte, ekspertizë dhe punë konkrete, e jo në deklarata politike që kryejnë përshtypjen se çdo ndërhyrje është e pajustifikuar. Komuna e Tetovës ka sjellë dëshmi dhe fakte rreth gjendjes së drujnëve, ku është publikuar një mendim i ekspertëve nga 6 gushti i këtij viti lidhur me urgjencën e intervenimit për një dru në oborin e gjimnazit të Tetovës, ku ekspertët nga Fakulteti për Shkenca Pyjore dhe Katedra për Botanik dhe Dendrologji kanë rekomanduar që me urgjencë druri në fjalë të menjanohet pasi paraqet rrezik potencial për nxënësit dhe të punësuarit në gjimnazin e Tetovës.